Ti o birë, do t'i kesh të gjithë këto. Do t'i kesh, beso mua, do t'i mundësh, do t'i bësh krejt për vete, gjithë njerëzit, po që se do të mbash porositë e mia. Sepse vetëm njerëzishmëria, vetëm mirëbërësia, të pëlqyera nga Zoti dhe njerëzia, s'të rrezikojnë kur, dhe në asnjë vend, dhe që ua kalojnë pa dyshim dhe i lëm prapa shumë virtytet e tjera. Lindin në zemrat e të gjithëve dashurinë e tyre të admirueshme. Vetëm këto, sipas dëshmisë dhe pranimit të shëndorë, si për sundimtarët, sepse i kam në dorë të tyre. Mendjet e të gjithëve i mbajnë në sundim të tyre, zemrat e të gjithëve. Më në fund o birë, një trim në kohë të vështira dhe të zeza. Përkundrazi, në kohë të lumtura dhe të bardha, drejtoje dhe frenoje fatin e mbar me anë të virtytit. Mos e duroj qetësinë qulle dhe plogështinë e çburëruar, sepse prej tyre vijnë gjithë të këqijat. Plogështia është burim i gjithë të këqijave. Ushtarët e tu mos i lër të kalben, duke ndënjur në plogështi, por ushtroi me punë, mund e pa gjumësi e pa prerë. Me gjithë këtë, mos i përdor ata si shërptor, por si shok dhe bashkëluftëtar. Në punë të luftës e të kujdesit për ushtar, të tregohesh jo vetëm komandant, por edhe ushtar. Ëndjet, kur i fort dhe prive la reagoju, sepse prej tyre edhe burrat më trima e më të fuqishëm, qullen e çburërojnë. Largoju gjithashtu edhe reptësisë të tepruar dhe egërsisë, cila u ka hije vetëm bishave, i duruar në mendime dhe i patrëmbur në rreziq. Ndryshimin dhe përqendrueshmërinë e punave përballoi me trimëri dhe urtësi. Fatin më të keq duroje duke e fshehur e mbuluar goditjen në mënyrë që armiku të mos ketë asgjë me të cilën të mburet kundër teje. Asgjë për të cilën të tallet me mbiemrin tënd dhe me të vërtetë s'ka më keq për një kapetan të qëndrueshëm e të drejtë se sa t'ia zbuloj fytyrën, ronditjen e shpirtit. Përveç këtyre, ki gjithmonë parasysh, t'u largohesh kurtheve të barbarëve, me të cilat merret me të madhe ky fare millet. Largoju pabesisë, largoju dhelpërive, të gjendjes së pabesë, përbuze miqësinë, dhuratat, dhelat dhe zotimet e tij, që të mos të shtyp pa pritur dhe të mos të zhyt në mjerimin e përjetshëm. Gjersa dëshiron të të shtjerë në dorë, prandaj të marrësh gjithmonë këshillat nga këshilli i njohur, besnik dhe të dashur. Këto janë o drita ime, o biri im, porosit dhe mësimet që unë vetë kam marrë, kam mësuar, ka prindi im, mësojnë si merituar dhe nga këto mësime kam mbetur gjithmonë i kënaqur. Me këto unë kam arsyer, veten me këto e kam mësuar. Këto i kam patur si model për moshën dhe tërë jetën time. Prej këtyre, më në fund kam patur përfitime shumë të mëdha. Prandaj këto tani të këshilloj me të madhe të porosisë dhe po durove të lutem si prind them, të lutem të mos lëshoj be që ti mësosh edhe ti, që ti përqafosh, ti thithësh ti ruash. Dërsa Skënderbeu po i thoshte këto fjalë në qytet, ja plasi kudo një zhurmë tepër e madhe dhe potere pa pritur që erdhi prej fushe, që si lajmërim se turqit ja kishin bëritur tani më, se kishin përshkruar e djegur viset fshinje. Skënderbeu, kur e dëgjoi, edhe pse lëngonte nga smundja e rënë në shtrat, megjithatë nuk mundi të shtypte apo të frenonte atë vrull e vetë të dikushëm, e të pamposhtur, ato ndjenja të gjalla dhe luftarake. Duke u ngritur nga shtrati, me gjymtyr që i lëkundeshin e i dridheshin, po kërkonte armët dhe mburojen e vetë, dhe po jepte urdhër, që t'i shilojonin kalë.
kaq fort që vlonte në ato gjoks të zjarrt, në zemër e zjarrt. Po me që gjymtyrët e tij e humbën krejt fuqinë dhe gjallërinë e vet, po i dridheshin të dobësuar. Hejo o Zoti i madh, kush është aq i shquar e i lartë, aq trime i fortë që të mos themi vogël, i dobët e i pafuqishëm. Ta që të mund të shpëtoj vdekjes, ra mbi shtrat. Pasi u kthyen nga ushtarët, u tha këto fjalë: Dilni ushtarë, kundër armiqve dhe barbarëve. Shkoni përpara meje, se po ju vi me një herë nga pas. Disa kalorës prej këtyre dolën jashtë qytetit dhe arritën në kampin e barbarëve, të cilët ishin ngulur çadrat pasi plaçkitën krainën e Shkodrës, pranë një përroji të quajtur Klir, afër qytetit të Shkodrës. Pikërisht, për të plaçkitur viset shkodrani, ishte ardhur me 15.000 kapedani Ahmet. Barbarët, kur i panë duke kujtuar se atje ishte Skënderbeu, lanë pjesën më të madhe të plaçkës dhe të rëmuj, të pafund, e drizmë, që i hyri gjithë kampit, morën gjatë natës aratim, dhe jam mbathën përmes viseve të ashpra, dhe gati të pakalueshme. Pa ishte muaji janar, dhe tokën të gjithën e kishte mbuluar bora. Ndërsa kalonin përmes rapinave dhe majeve të maleve, ta u shtypën nga sundimtarët dhe panorët e atyre vendeve, të cilët u shkaktuan një humbje të kërdishme dhe të përgjakshme. Dhe me të vërtetë, më të shumë të uzumë, shumë u vranë, plaçkën të gjithë, po thuaj e lanë. Pa ato nantë që ushtria turke dhe barbarët morën aratim Skënderbeu, pas pendimit të shenjtë të rrëfimit dhe pas misteriesh të tjera. Kishtare që i bërën me respektin e duhur, vdiq, duke ia dorëzuar veten dhe shpirtin Zotit të Madh, 17 janar, në vitin 1466 pas Krisht. Skënderbeu thuhet se u nda kësaj jete në moshën 63 vjeç, në vitin e 24 të mbretërimit të tij. Anën tjetër, Skënderbeu e filloi mbretërimin më 28 nëntor, në vitin 1443. Kur e dëgjuan që po e qanin të vdekurin, Lek Dugagjini, princi e Përjot, me vrap në mes të pazarit dhe me fytyrë të pikëlluar e me zë të mbytur, tha duke shkullur mjekërën e flokët: Blidhuni me vrap të gjithë, o princërit e sundimtarët arbëror. Sot u bën cop dyert e Epirit dhe të Maqedonisë. Sot u rrëzuan muret dhe forcomat tona. Sot fluturoi tërë forca dhe fuqia jonë. Sot u përmbysën frontet e pushtetet tona. Sot u shua krejt së bashku me këtë njeri çdo shpresë jonë. Gjatë kohës që ai po vdiste, kalin të cilit i hipte kur kish për të përleshur, u baj shumë i egër e i tërbuar e i pafrenueshëm, saqë s'donte të mbante me asnjë mbi shpinë. Dhe pas pak mbaroi. Skënderbeu u varos në qytetin e Lezhës, në kishën më të madhe të Shën Nikoll. Ceremonia e varimit të tij, sipas zakonit të parëve, u bë me një madhështi të paparë. Trupi i tij përcëllua në me vaj nga të gjithë ushtarët dhe me pikëllim sipas zakonit të vendit nga të gjithë princerit dhe kapedanët. Dhe eshtrat e tij që u vunë në atë vend u shuan në paqe, gjersa Mehmeti, prijesi i turqve, erdhi në Arbëri dhe në Epir për të sulmuar qytetin e Shkodrës. Për këtë sulm apo fushat e kemi shkruar më gjerë dhe më gjatë. Gjatë kësaj kohe, turqit dhe barbarët, duke bërë zotër të qytetit, të Lezhës, gjetën dhe nxorën nga vari e dëshirë shumë të madhe trupin e Skënderbeut. Dhe ata që ish, kur ish gjallë, ja kishin frikën fort, dhe vetëm me t'i dëgjuar emrin merrnin në aratim. Tani, s'dia sepse ashtu deshi Perëndia.
Dëshironin me të madhe të shikonin të vdekur, dhe pothuaj të tretër që të mos themi të nderonin dhe ta adhuron. Dhe me të vërtet, te vari dhe eshtrat e tij, u mblodh që të gjithë kush e kush më parë, sepse kujtonin se do të ishte fatbardh dhe shumë i lumtur, ai që do të mund të shikonte dhe t'ia prekte, kurse dhe më i lumtur, ai që do të siguronte për vete dhe copës fare të vogël prej tyre, të cilën e qipnin dhe e zbukuronin, me palme argjend, me palme art, dhe e varnin në qafë si ndonjë gjë hyjnore të shenjtë dhe vendimtare për fatin e tyre, dhe e nderonin me respekt shumë të madh e me frikë perëndie. Në zemër, duke kujtuar se të gjithë ata që i mbanin me vete ato thërma, do të kishin një jetë pa ato fate mbarsi, që pat nga perënditë e pavdekshme dhe gëzoi, saqë gjallë vetë Skënderbeu, i vetmi ndër gjithë njerëzit, e sa mbahet mend.